Përshëndetje, të nderuar shikues, fjalët e arta nuk shkruhen në karta. Ndiqni Okult që të mësoni fjalët e arta. Përshëndetim të gjithë shikuesit tanë dhe ju kujtojmë që të bëjnë atë klikun atje ku thot subscribe, tak klik, ka një zile atje, tak klik. Dhe s'ka nevojë ta ndiqni kanalin se u ndjek kanali juve dhe ju lajmëron. Alfred Sako, Okulti, ka hedhur një emision që sigurisht që ja vlen që ta shikosh. Të gjithë ata që duan të bëjnë sugjerime dhe që kërkojnë të komunikojnë në lidhje me ndonjë nga rubrikat që transmeton podcasti ynë në mënyrë të përditshme me përjashtim ditës së diel që është pushim, mund të shkruajnë në WhatsApp ke numri që e shikoni këtu në ekranin tim. Njëkohësisht falenderojmë dhe sponsorat tanë në general të emisionit, të cilët kanë ndihmuar që këto emisionet të zhvillohen në mënyrë të përditshme. Sot do të bëjmë një temë interesante dhe do ta fillojmë me radhë me disa shtete. Kohët e fundit mbas ardhjes së presidentit Trump ka dalë në pa një fenomen që ne kishim kohë që e theshim një grup njerëzish, por që shumë të tjerë nuk kuptonin. Bëhet fjalë për ndërhyrjen e atij që quhet filantrop, por në fakt që mund të konsiderohet njëkohësisht si ajduti një nga ajdutët më të mëdhenj në botë të financave dhe të ndërhyrjes futjes së hundës në punët e brendshme, dhe që sigurisht nuk shi vetmi, por ka institucione tëra nga mbrapa që ndihmojnë. Ky sigurisht është frontman, si quhen këta, domethënë ai që del ballë, që paraqitet, por mbrapa ka ushtri të mëdha dhe nuk është ai përfaqësuesi i gjithë kësaj mega pune kolosale. Bëhet fjalë për Sorosin e për këtë tjetër. Sorosi ka, sipas deklaratave të fundit që janë bërë nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe sidomos nga grupi që punon me Elon Muskun, pas mbylljes të agjencisë ndërkombëtare të ndihmës që kanë pasur Shtetet e Bashkuara të themeluara në fillim të viteve 60 në kohën e presidentit Kennedy. USAID ka financuar shumë nga aktivitetet e Sorosit me fondet e taksapaguesve të huaj për agjendat që ka pasur Sorosi duke përdorur këtë agjenci. Ne kishim parë që nga ndërhyrja në sistemin e komunikimit elektronik, kablogramet dhe këto emailët ndërmjet Sorosit dhe ish sekretares së shtetit të Partisë Demokratike Hillary Clinton për çështjet e Shqipërisë, ku ai rekomandonte që nëpërmjet ambasadës dhe USAID-it të kanalizonin disa nga fondet e tyre për disa nga OIF-t dhe individët që ishin në shërbim të me dije ose pa dije në shërbim të agjendave të Sorosit. Flitet sipas Departamentit Amerikan të Shtetit dhe sipas deklaratave të institucionit që sot quhet Doge, pra që e theksova dhe në fillim, të udhëhequr nga Elon Musk, është deklaruar që për Shqipërinë në 4 vjet është marrë rreth 190 milion euro nga OIF-t. Ka pasur në rrjetet të ndryshme sociale apo në podcast apo në webe të ndryshme në gjuhën shqip që janë bërë deklarata dhe shpallje dhe janë dhënë informacione se ku kanë shkuar këto para në disa nga OIF-t kryesore, por ka pasur dhe kundërshtime që këto nuk janë të vërteta dhe nuk ka argumenta për t'i justifikuar këto pretendime. Kështu ka bërë Delina Fico, e cila ka një OIF dhe ka qenë një bashkëpunëtore me grupin e Sorosit, me shoqërinë e hapur të Sorosit. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Linda Rama, për të cilën prap ka pasur
se mund t'i quajmë akuza që ka marrë shumë të mëdha nga Sorosi, po kështu ka pasur dhe kundërshtime nga njerëz të shuar në media si Iris Luarasi, e cila dhe ajo ka kundërshtuar deklaratat e ndryshme apo pretendimet e ndryshme që kanë ardhur nga njerëz të ndryshëm të cilët kanë bërë deklarata mbi sasin e parave të marra nga YFE të drejtuara nga këto trezonja që përmenda. Mund të ketë raste të tjera, nuk po i shumë në analizë. Ne do përpiqemi të analizojmë se çka ka ndodhur në Serbi. Janë rreth $220 milion, këto 3-4 vitet e fundit, të marra të dhëna nga Fondacioni Soros, për YFE të ndryshme në Kosovë dhe në Maqedoni ka pasur shifra të tjera edhe më të mëdhaja. Dihet që George Soros iqet sikur, sipas analizës që bëj unë, është kundër politikave sioniste, por në fakt ai me politikat nga vetë shpreha shoqëria e hapur, ai pretendon që bota dhe shtetet të jenë pa porta, të jenë enë komunikuese të lira, ku njerëzit të bëjnë lëvizje të lira dhe të vendosen ku të duan dhe të kenë të drejta qytetarie në atë vend ku ata jetojnë për momentin. Pra shtetet ndryshme mund të jenë si qytetet e ndryshme të shtetit të madh të botës, siç e mendon George Soros. Natyrisht ka pasur pretendime që nga filozofët e lashtësisë, të cilët kanë menduar dhe kanë ndëruar që botën ta bëjnë me një qeveri të përboçme dhe me institucione qendrore të përboçme. Por kjo sot, siç duket, ka rrezik që të bjerë në pak duar, në duart e atyre që quhen globalist, të cilët mund t'i sklavërojnë popujt dhe mund të eliminojnë një numër të madh të tyre për shkak të futjes tashi dhe të inteligjencës artificiale dhe sidomos të zhvillimit të shkencës së robotikës, ku njerëzit nuk janë më të nevojshëm, madje janë dhe të dëmshëm, sepse mund të shkaktojnë trazira dhe kërkojnë pensione, shkaktojnë ndotje dhe sipas tyre nuk ka çfarë duhen kaq njerëz. Mjafton të kontrollojnë një numër të vogël të njerëzve. Kjo është Agenda 2030, cilën unë e kam elaboruar ndër të parët që është në vitet 2010-2011, që i kam deklaruar gjitha ato që pak a shumë gjitha këto që po ndodhin sot. Dhe në atë kohë njerëzit sigurisht nuk besonin dhe bënin komente të ndryshme, talleshin, bëheshin, mirë po këto po dalin. Takojsh sot njerëz të ndryshëm që thonë, nuk e kuptojnë që bota ka hyrë është ndryshe, mbas pandemisë bota ka ndryshuar. Sot takova një, tha, do ketë ndonjë bombë, tha, një djalë që ishte një 30 vjeç, ishte i pjekur. I thash, më fal, i ke bërë vaksinat, i thash unë, sa i kam bërë, bombat i ke brenda, i thash, por nuk e kupton. I thash, dhe ndoshta mund ta kuptosh për pak kohë, po edhe mund mos e kuptosh fare, sepse mund të shpërthej në moment. Ky do të ishte fati më i lumtur, i thash, për ty. Unë kisha qef sot të flisja në lidhje me ndërhyrjen e George Sorosit në Republikën e Vogël të Maqedonisë, në atë që ky i quante revolucioni me ngjyra në Ballkan, ku George Soros nëpërmjet djalit të tij Alexander Soros futi undët në të gjitha proceset e ndryshme ballkanike, dhe ai ishte gjithmonë ai eminenca gri që rinte mbrapa të gjithë liderëve të Ballkanit, madje shpeshherë dilte dhe zvendësonte gjithë përfaqësuesit zyrtarë të këtyre ndërmjetësit zyrtar të institucioneve të rëndësishme që merrnin pjesë në këto takimet lokale të Ballkanit apo bilaterale midis dy shteteve, apo në konfliktet midis grupeve të ndryshme etnike apo fetare si në Malzi apo në Maqedoni grupet etnike, ku këta merrnin pjesë dhe Alexander Soros i qëndronte gjithmonë mbrapa dhe dilte shpeshherë dhe në skenë duke bërë foto me të gjithë dhe duke i mbledhur si ushtar me fishkëllim të gjithë kryeministrat apo presidentët e vendeve të Ballkanit. Dimi që George Soros hyri në
konflikt për shkak të pengesave që i shkaktonin ideve të tij për shoqërinë në hapur, prej disa nga udhëheqësit ballkanik, sidomos kryesori është Nikola Gruevski, i cili ishte kryeministër prej 10 vjetësh si përfaqësues i partisë VMRO DPMNE, e cila pasi doli mbas 2016 në opozitë, u rikthye përsëri në verën e vitit kaluar, në maj, në mos gabojmë 8 maj, u rikthye me mazhorancë duke siguruar rreth 45% të votave dhe duke marrë dhe presidentën e vendit. Nikola Gruevski yri në konflikt me, ka qenë një nga kryeministrat më të suksesshëm, yri në konflikt me George Sorosin për shkak se, ashtu siç e thash në fillim, George Sorosi megjithëse paraqitet sikur është kundër Izraelit dhe kundër sionizmit, ai në fakt punon natë ditë për 2 qëllime kryesore në këtë drejtim, punon që të spastrojë në një përqindje të saktuar vendet ku kërkon të bëhet Izraeli i madh, si në Siri, Liban, Palestinë, më mbrapa dhe në zonën e Irakut të Veriut dhe Sirisë veriore, ku Izraeli i madh synon të shtrihet dhe në lumin Tigër. Dhe më vonë do të vi radha dhe Egjiptit, sepse ai kërkon të bëjë një luftë me Egjiptin për t'i marrë Nilin në qoftë se do realizohen planet e Izraelit të madh. Dhe unë mendoj që këta do përpiqen dhe mund të kenë sukses, sepse unë dyshoj që pavarësisht se duken sikur janë 2 palë, prap kam frikë se janë një palë dhe të gjithë janë kukulla me tela të atyre që rrinë mbrapa dhe nuk duken. Ju do thoni të kujt, Elon Musk është më i fuqishëm. Ka 200 miliard dollar. Jo, e keni gabim. Nuk është Elon Musku. Elon Musku, edhe këta të tjerët që i nxjerrin këta, ky ka 150, ky ka 100, nuk janë njerëzit më të pasur të botës. Njerëzit më të pasur të botës janë familjet e bankierëve, të cilët presin paran dhe janë aksionerët kryesor në të gjitha bankat qendrore. Atyre nuk i llogaritet fare se sa para kanë, sepse tërë parat e botës që priten ju rikthehen atyre mbasi përdoren për një farë kohë nga kombet përkatëse dhe ata i japin me kredi 5 vjeçare ose 10 vjeçare, parat rikthehen dhe vitin tjetër prodhohen të tjera dhe ato prap rikthehen për 5-6 vjet apo 10 vjet nga ata që marrin borxh që janë bankat e nivelit të dytë që hanë atë kermën dhe nga qeverit të cilat marrin borxh të jashtëm për të financuar shpenzimet e tyre buxhetore dhe tash më kanë filluar kaca vite ju thonë në shkollat e ekonomisë, dëgjoj, financimi deri në 5% i buxhetit me borxh është një gjë e shëndetshme. Se ku e ka shëndetin borxhi këta nuk e dim. Nuk është e shëndetshme. Qeverit duhet të konsumojnë aq sa para kanë. Kjo është një temë tjetër e gjerë, që era erës kam folur dhe për këta, por të rikthehemi tek Maqedonia. Pasi Gruevski kishte 10 vjet qeveriste, gati 10 vjet nga thjeshta e vitit 2006 deri në fillim të vitit 2016, kur me protesta revolucione të nxitura nga OIF-et e Sorosit, u përmbys Nikola Gruevski dhe pas 2 vjetësh aty u hap një proces gjyqësor për vjedhje, për keqpërdorim të fondeve shtetërore, është akuzuar për manipulim të rezultateve zgjedhore dhe ka pasur dhe akuzat tjera, po kur u akuzua për shpërdorim të fondeve, u akuzua që kishte bler një Benz me çmim të lartë, rreth $700,000, në mos gaboj, i cili nuk ishte një Benz personali i tij, por ishte një Benz i kryeministrit dhe që ngeli aty, por u aludua që ishte bler me një çmim fiktiv më të lartë nga sa ishte çmimi real dhe Gruevski pas ka mbetur për të fituar €100,000 nga Benzi, si këta që shesin makina në rrugë, një kryeministër 10 vjeçar. Dhe dihet që Nikola Gruevski u aratis në momentin që mbas 6 muajsh të procesit të nisur kundër tij,
nga organi akuzës në momentin që gjykata po vendoste për ta dënuar me 2 vjet burg u dënuan, mos gaboj, ai varatis dhe flitet që ka kaluar nga Maqedonia në Shqipëri në Malëzi dhe për këtë mendohet që është ndihmuar nga Ilir Meta. Këto janë thashë theme se nuk i vërtetojmë dot. Dhe arsyeja pse ai shkoi në Hungari ishte sepse kryeministri Orban ndiqte politika të njëjta kundër azil kërkuesve të ardhur nga zonat e konfliktit me Izraelin, nga Siria, nga Libani në kohën e përmbysjes Kadafit, nga Libia nga Libani, nga zonat ku Izraeli disa herë ka bërë luftra, dhe nga Siria dhe nga vende të tjera. Do t'ju them me radhë cilat ishin pikat dhe plani i ndërtuar nga Sorosi për t'ia rasur Evropës gjithë këta refugjat, ku synoheshe që Evropa të merrte 1 milion në vit dhe Siria, që ishte 21 milion banor, synoheshe që për 10 vjet të merrte Evropa 10 milion sirian. Por ky do të ishte vetëm numri zyrtar i pranuar nga qeverit, sepse çdo refugjat që do hynte do të merrte 1 ose 2 ose 3 tjerë që do t'i mbante si emigrant të palikshëm dhe me kalimin e kohës do t'i bëheshe përsëri presion Evropës që t'i pranonte. Ndërkohë Evropës i theshin që ti s'ke nevojë të armatosesh, ti fut këta dhe shpenzimet e armatimit kaloj, ke mirëmbajtje e këtyre për t'ju dhënë paga e kështu asistenca që këta të mos punojnë, të rinë në shtëpi dhe të marrin rrogë, gati të njëjtën rrogë me ata që punojnë, të udhëtojnë free në për trena, në për lehtësira të tjera, në qoftë se futeshin në burg, do monitoroheshin nga këto OIF-et, do t'ju krijoheshin liri, do krijoheshin shoqata për t'i punësuar, për t'i nxitur, për që ata të zhvillonin artin e tyre dhe tjera të cilat kanë bërë si një eksperiment Maqedoninë, siç do t'ja u them më vonë dhe më pas do vazhdojmë dhe me vendet e tjera të Ballkanit. Unë jam përpjekur dhe kam bërë një studim ku kam gjetur materiale dhe kam qef që ta fillojmë me Maqedoninë. Sigurisht, si që u thash, mega donatori demokrat George Soros është financuesi kryesor i të majtës institucionale në Amerikë dhe ka përdorur disbursimet e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar USAID për të financuar revolucionet me ngjyra në Ballkan sipas skifterëve të zhvillimeve të SBA-s në USAID. USAID ju ka dhënë disa grupeve që ishin pranë Sorosit miliona dollar të taksave të amerikanëve, të cilat shkuan drejt nxitjes së trazirave në të gjithë gatishulmin ballkanik, por këtë radhë kemi për Maqedoninë për rebelimet në vitin 2016 që detyruan Gruevskin të jepte dorëheqje, që ishte një qeveri e qendrës së djathtë. Dihet që Maqedonia është një vend konservator sot me një taksë të sheshtë prej 10%, që është një nga më të ultat në të gjithë Evropën, dhe sot ka një qeveri të krahut të djathtë që është BMRO DPMNE-ja. Siç e thash, kampi i saj fitoi zgjedhjet në vitin 2024 në maj, zgjedhjet parlamentare. Ka një popullsi për rreth 1.8 apo 1.9 milion banorësh, është një shtet pa dalje në det dhe u gjend në vitin 2015 në qendër të një krize të migracionit në kohën e luftës civile në Siri, kur shërbimet sekrete perëndimore dhe shërbimi sekret izraelit Mossadi organizuan gjithë atë luftë të madhe dhe masakër në vitin 2015, 2016, 2017 në Siri, dhe një numër i madh refugjatësh kaluan nëpërmjet Turqisë në Greqi dhe nga Greqia kërkonin të hynin në Maqedoni. Dhe Nikola Gruevski, duke ndjekur shembullin edhe të kryeministrit hungarez,
ndërtoi një mur me tel me gjemba në kufirin midis Greqisë dhe Maqedonisë në vendet ku kalonin refugjatët, duke i penguar ata për të hyrë në drejt periudhë dhe duke shkuar për në Evropë. Soros ka qenë një mbrojtës i kufive të hapur, siç e ka dhe emri shoqëria e hapur, dhe ka inkurajuar imigrimin masiv. Ai është kundër Izraelit, po vetëm ju thotë që çfarë ka Izraelin që do t'i nis këthe, ju do t'i merrni, do t'i pranoni. Dhe ai sigurisht kritikoi dhe kryeministrin hungarez Viktor Orban, i cili prioritizoi, pra burin në prioritetet e veta, në atë rëndësitë e para, sigurin kombëtare kundër strehimit të shtetasve tuaj. Dhe George Soros bëri një material që quheshe Plani Ynë, për të cilin do të flasim pak më vonë në vitin 2015, dhe aty dha ato direktivat për të gjithë këta të zgjedhurit ose të emëruarit nga Sorosi në Bashkimin Evropian dhe nga elita globale, tërë këta përfaqësuesit e BE-s, të gjithë komisionerët, të gjithë janë të emëruar në mënyrë të padukshme nga dora e globalistëve, prandaj Evropa është në këtë gjendje që është sot. Dhe Sorosi në ky material Plan Ynë, që ishte një udhëzim i detyrueshëm për ta zbatuar çdo politikan që kërkonte të gëzonte mbështetjen e elitës botërore, dhe në këtë material e trajtoi mbrojtjen e refugjatëve si objektiv parësor dhe ruajtjen e kufive kombëtar të shteteve të Evropës si një pengesë, ashtu siç e cilësoi George Soros. Në vitin 2016, USAID i dha shoqatës sigurisëve të rinj Maqedonas, që kishte akronimin MYLA, M-Y-L-A, që ka qenë një përfituese e madhe e parave të Sorosit, i dha një vlerë, një sasi parash prej rreth $345,000 me objektiv mbrojtjen e drejtave të njeriut, të migrantëve dhe refugjatëve. Sa bukur, sa i dashur është ky Sorosi me migrantët, i do shumë këta të varfrit ta. Sipas një raporti 3 mujor në terren, të mundësuar nga mbështetja bujare e popullit amerikan përmes Agjencisë së Shtetet të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ose USAID, MYLA ju ka ofruar pasaj ndihmë ligjore rreth 500 emigrantëve në Maqedoni në problemet e ndryshme që ata kishin me shtetin për të qëndruar në Maqedoni. Ka pasur një projekt 2 vjeçar për mbrojtjen e drejtave të njeriut të migrantëve dhe refugjatëve, ku këta organizonin kështu dhe mbrëmje me këta refugjatët dhe përdornin atë që quheshe terapia e artit për t'u hequr stresin, dhe për të gjithë migrantët që banonin ilegalisht në Maqedoni, dhe i mësonte ata për të përvetësuar zanate të ndryshme me të cilin mund të mbjetonin në Maqedoni. Si pjesë e projektit, USAID hapi dhe pazarin e artit humanitar, ku veprat e krijuara prej këtyre promovoheshin dhe nxiteshin njerëz që ishin pranë këtyre ideve globaliste të George Sorosit për t'i blerë dhe për t'i ndihmuar ekonomikisht refugjatët. Duket si diçka e bukur, por në fakt djalli fshihet në detaje. Është paguar përsëri një shifër prej $600,000 nga USAID, që ja kishte dhënë përsëri MYLës për një projekt të veçantë nga viti 2014 deri 2017, një projekt 3 vjeçar me temën mbrojtja e drejtave të njeriut. Në kohën e festimit të 25 vjetorit të instalimit të fondacionit Shoqëria e Hapur në Maqedoni në vitin 1992, në mos gaboj, dhe në vitin 2017, MYLA ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme, ku ajo gëzonte akses në institucionet e mbyllura, siç janë qendra e paraburgimit për të huajt,
të cilët kanë hyrë në mënyrë të paregullt në Maqedoni. Pra, Mylla kishte drejt të hynte brenda një organizmi tjetër që është organizmi shtetëror dhe të kishte mundësi të ndikonte mbi proceset e ndryshme ligjore që këto institucione trajtonin, në këtë rast këto institucione të burgjeve. Për të lehtësuar dhe lëvizjen e emigrantëve, të cilët hynin nga jugu dhe shkonin drejt Shkupit dhe Veriut, akoma dhe më sipër, drejt Serbisë apo Kosovës apo Bullgarisë, Mylla bëri presion publik ndaj drejtorisë e kurudhave të Maqedonisë që ato të ishnin tarifat e transportit dhe të mos kontrollonin dokumentacionin e refugjatëve gjatë udhëtimit të tyre me tren. Me ndihmën e USAID-it, Sorosi u përfshi në të njëjtën kohë në revolucionin me ngjyra të Maqedonisë në vitin 2016, siç e u thash për largimin e Nikola Gruevskit, sipas studiusit Mat Palumbo, të cilin ju e dini që ai ka bërë një libër që në Shqip ne kemi përkthyer Njeriu prapa perdes dhe mëtej nën titulli është Brenda rjetit sekret të George Soros. Paratë e USAID-it pra kanë rrjedhur përmes financimeve të lidhura me Sorosin dhe shkonin në organizatat jo qeveritare, pra në OIF-et ose OIQ-et në terren, të cilat vepronin si këmbësor në shërbim të politikave globaliste të Sorosit. Maqedonasit përdornin një term për ata që punonin apo për kranin politikat e Sorosit për emigracionin në rastin konkret, duke i quajtur Sorosoid. Një aktiviste i quajtur Jasmina Kolubovska, e cila ishte një operative Sorosit në këto OIF-et, i një OIF që quheshe Legis, u bë dhe fytyra e revolucionit me ngjyra gjatë kohës së protestave, vitin 2016 kundër Nikola Gruevskit, i cili ishte një kundërshtar i ideve të Sorosit dhe një nacionalist maqedonës. Kjo idiote u shfaq duke puthur me buzë të kuq mburojnë një polici që bëri namje dhe xhiron e botës, ajo e nxitur në këto televizionet e globalistëve. Dhe ishte u bën atë kohë ikona e kryengrizëve. Madje Golubovska oftua dhe në këto mediumet e ndryshme dhe tha që synimi jon është të rrëzojmë qeverin. Pastaj le të fillojmë nga e para, tha, s'ka ndonjë gjë. Tashi do t'ju kisha qef të ndalesha në një material që unë e kam gjetur në atë që quhet Plani i Ynit, siç u thash më përpara, ku Sorosi kishte bërë atë manifestin, udhëzimin ndaj këtyre shuraqëve të Evropës dhe ju theshte që disa pika dhe ju theshte së pari theshte kjo e kishte emrin, titullin rindërtimi i sistemit të azilit dhe quhet projekt sindikat dhe është botuar në shtator të 2015-s kur kish filluar lufta në Siri dhe Sorosi theshte Bashkimi Evropian duhet të pranojë përgjegjësinë për mungesën e një politike të përbashkët për azilin, pra të ishin gjitha shtetet në një mendje me Sorosin, e cila e ka transformuar fluksin në rritje të refugjatëve të këtij viti nga një problemi menaxhueshëm në një krizë tjetër politike. Domethënë, të mos shkaktohet krizë duke mos i pranuar refugjatët, po ky është një problem i lehtë i menaxhueshëm, çfarë ka për Bashkimin Evropian të pranojë këto 10 vjet 10 milion, pasaj pas 10 vjetësh të tjera 20 milion, pasaj ca 30 milionshë të tjera dhe ca në mënyrë ilegale dhe Bashkimi Evropian të bëheshe më shumë me racat e tjera se sa me racat origjinale të popujve evropian. Beja, theshte Sorosi,
ka nevojë për një plan gjithëpërfshirës për t'u përgjigjur krizës, një plan që ripon një qeverisje efektive mbi flukset e azilkërkuesve në mënyrë që ato të zhvillohen në një mënyrë të sigurt, të rregullt dhe me një ritëm që pasqyron kapacitetin e Evropës, që është një kapacitet i madh për t'i absorbuar këtë numër të azilkërkuesve. Duke qenë se origjina e krizës aktuale është Siria, fati i popullatës siriane duhet të jetë prioriteti parë për evropianët. Por azilkërkuesit dhe migrantët e tjerë nuk duhet të harrohen, pra të pranohen dhe të tjerë përveç tyre të Sirisë. Në mënyrë të ngjashme, një plan evropian duhet të shoqërohet nga një përgjigje globale në autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Domethënë ata shuraqët e Kombeve të Bashkuara që ishin vendosur nga globalistët të merrnin në kontroll Evropën dhe kush ishte ndonjë delezez aty që spranonte këto udhëzimet, këto pikat që do t'ja u themon të Sorosit, ai të luftohej dhe të bëshin gjitha përpjekjet të nxinin nga loja. Ka pasur 6 pika të cilët kanë qenë komponentët kryesor të këtij plani gjithëpërfshirës të George Sorosit në lidhje me emigracionin ilegal në Evropë. Së pari thot, BE-ja duhet të pranojë të paktën 1 milion azilkërkues çdo vit për një të ardhme më të mirë për ta. Dhe për ta bërë këtë duhet të ndajë barën në mënyrë të drejtë, thot, një parim që shumica e cilësuar më në fund vendosi në samitin e kaluar. Financimi adekuat, thot, domethënë për këtë çështje, është kritik. BE-ja duhet të sigurojë 15.000 euro, thot, ose $16.800 për çdo azilkërkues në 2 vitet e para, për të ndihmuar në mbulimin e kostove të strehimit, kujdesit shëndetësor dhe arsimit dhe për ta bërë pranimin e refugjatëve më të rrejqës për të gjitha shtetet anëtare. Ajo mund t'i mbledhë këto fonde duke emetuar obligacione afatgjata, pra ty në borxh të shes letra me vlerë, siç janë obligacionet që lëshon qeveria, dhe të mbaj këta azilkërkuesit që kërkon t'i largojë Izraeli për të bërë Izraelin e madh, që është një numër të cilin ajo se kontrollon dot në territor, në qoftë se o t'i kishte të gjithë banorët e Sirisë edhe të shteteve të tjera ku Izraeli i madh kërkon të krijohet. Po Sorosi është anti-izraelit, është kështu thot, unë jam anti-sionist, thot, nuk jam me politikat e sionizmit, por jam që ato që kërkon sionizmin ne t'i bëjmë. Po unë jam kundër sionizmit, thot. Vetë Sorosi është një kryesionist. Të lejohen, thot, si shtetet ashtu dhe azilkërkuesit të shprehin preferencat e tyre duke përdorur sa më pak shtëngime. Të vendose refugjatët atje ku duan të shkojnë, atje ku ata duan të shkojnë, dhe ky është një kyç i suksesit të këtij programi. Së dyti, thot, BE-ja duhet të udhëheqë përpjekjet globale për të siguruar fonde për Libanin, Jordaninë dhe Turqinë, për të mbështetur 4 milion refugjatët që jetojnë aktualisht në ato vende. Pra përveç 10 milionëve dhe 4 të tjerë duhet të mbështet që t'i marrë Bashkimi Evropian, pra u bën 14. Deri më tani kritikon Sorosi është mbledhur pak sot, vetëm një pjesë e fondeve të nevojshme dhe për kujdesin bazë. Nëse do përfshiheshin nevojat e tyre për arsim, trajnim dhe nevojat tjera thelbësore, kostot vjetore janë të paktën 5.000 euro për çdo refugjat ose 20 miliard euro në total. Ndihma e BE sot për Turqinë, e cila kishte shumë emigrant, megjithëse u dyfishua javën e kaluar, ende ka arritur deri në 1 miliard euro, thot Sorosi në mënyrë kritike. Përveç saj, BE-ja duhet të ndihmojë në krijimin e zonave të veçanta ekonomike me status të preferuar tregtar në rajon ku përfshihet Tunizia dhe Maroku, për të tërhequr investime dhe për të krijuar vende pune për vendasit dhe për refugjatët. Së treti, nuk po I lexoj materialet e plota, BE-ja duhet filloj menjëherë ndërtimin e një agjencie të vetme të BE-s për azilin dhe migracionin dhe të ketë vetëm një roje kufitare. Pra, në një pikë ku Sorosi mund t'i fuste këta në një vend të Bashkimit Evropian, këta të mos kishin me kontrole në vendet e tjera të Bashkimit Evropian.
vetëm në një pikë të kontrollojnë dhe pastaj ku të deshin ata mund të shkonin në çdo vend të Bashkimit Evropian. Së treti, e thash këtë, kompleksi aktual, ke e treta kjo, i 28 sistemeve të veçanta të azilit nuk funksionon thot, dhe nuk duhet të funksionoj. Ky duhet shkallmuar ky lloj sistemi. Është i shtrenjtë thot, kallin e Evropës, është i shtrenjtë, jo efikas dhe prodhon rezultate jashtëzakonisht të paqëndrueshme në përcaktimin se kush duhet të kualifikohet për azil. Së katërti, thot George Soros, duhet të krijojnë kanalet sigurta për azil kërkuesit, duke filluar nga dërgimi i tyre prej Greqisë dhe Italisë si dy portatyrse drejt BE-s, drejt vendeve të destinacionit ku ata duan të jetojnë. Kjo është shumë urgjente, thot, për të qetësuar panikun. Hapi tjetër logjik është thrirrja e rrugëve të sigurta në rajonin e vijës së parë, pra Greqia dhe Italia, duke reduktuar kështu numrin e emigrantëve që bëjnë kalim të rrezikshëm drejt Mesdheut. Pra, mos ikin drejt Mesdheut dhe me kalime të paligjshme, po të priten me lule ose me trëndafila këtu në Turqi, Greqi dhe pastaj të jenë të sigurt vetëm me import kontrolli. Greqia dhe Italia janë dy vende të BE-s dhe pastaj të ikin të kenë të drejtë pa u kontrolluar të shkojnë ku të duan. Dhe së fundmi, së pesti pra, i bie që për të absorbuar dhe integruar më shumë se 1 milion azil kërkues dhe migrantë në vit, BE-ja duhet të mobilizojë sektorin privat, OIQ-t, grupit e kishave dhe bizneset. Ky ishte plani i përgjithshëm i George Sorosit në vitin 2015. Zgjodhëm të parën Maqedoninë, më pas do të flasim dhe për punën që ka bërë George Sorosi në shtete të tjera të Ballkanit me specifika të ndryshme, por me qëllime të njëjta, duke zbatuar planin Kalergjhi, i cili është plani që Evropa të ngjyroset sa më shumë me raca me ngjyra të tjera, jo të bardha. Nuk e themi këtë me ndonjë kuptim pejorativ, sepse është idiotësi të thuash njerëzit me ngjyrë. Njerëzit me ngjyrë. Kush janë me ngjyrë? Unë kam ngjyrë, edhe unë pas kam ngjyrë të bardhë. Po tash kur themi njerëz me ngjyrë, këtë duhet të kuptojmë? Njerëz me ngjyrë. Jo të zi, jo të verdhë, jo lëkur kuq, jo lëkur bardhë, por vetëm terma njerëz me ngjyrë për të zinjt, asnjëherë të zinj, sepse ata në fakt nuk janë të zinj, janë të bardhë. Terma idiote të shpikura nga këto OIF-t dhe globalistët. Mendoj që këtu unë kam respekt për të gjitha racat, absolut, sepse respekt ka Zoti që i ka krijuar të gjitha në të barabarta, pavarësisht se në momente të caktuara raca të ndryshme mund të bien në vështirësi për shkaqe të ndryshme të politikave, të zhvillimit dhe evolucionit shoqëror, dhe unë jam shumë dakord që ato të ndihmohen në mënyrë institucionale me ndihmë nga shtetet, jo të vend të shfrytëzohen, t'ju merren burimet e para dhe pastaj t'ju shiten si t'ju merren lirë fare dhe pastaj t'ju shiten si frengu pulën produktet industriale që prodhohen nga shfrytëzimi këtyre lendeve të para, duke i varfëruar gjithnjë e më shumë. Unë jam që ata të ndihmohen në vendin e tyre, të asistohen me specialistë të fushave të ndryshme nga vendet e zhvilluara, që dhe ata të ecin përpara, të arsimohen sa më mirë, sepse arsimi sigurisht është një nga mënyrat kryesore që një vend të ecë përpara, edhe me mënyra të tjera, por jo asesi ata të vinë këtu tek ne si qytetar dhe as ne s'kemi punë të shkojmë si qytetar në vendet e tyre, sepse ata e kanë vendin e tyre, nuk ka pse të shkojmë ne qoftë si kolonizator, qoftë si pushtues. Ne mund të vëmë si biznesmen dhe ata mund të vinë këtu të bëjnë biznes, të bëjnë lëvizje të lirë,
por jo të vendosim për fatet politike të këtij vendi. Dhe unë jam që edhe të patundshme ata që nuk janë shtetas të këtij vendi nuk mund t'ju lejojnë. Mund t'ju lejojnë vetëm të blejnë, të marrin shtëpi me qira, të marrin prona me qira, t'i përdorin sa të duan që ata që ndrojnë këtu të bëjnë biznes, të fitojnë, të trajtohen një lloj si shtetasit shqiptar, por jo të pranohen si qytetarë këtu dhe të ndryshojnë ADN e kombit tonë, të cilën e kemi ruajtur kështu siç e kemi ruajtur me shekuj, me shumë luftra, me shumë gjak, me shumë mundime, dhe ne nuk mund të pranojmë një soft power siç është migracioni dhe këto parat që jep USAID-i për të na skllavëruar dhe për të futur njerëz nga racat e tjera apo nga etnitë të tjera. Duhet të ruajmë identitetin ton kombëtar me çdo kusht, sepse ndonjëri do thotë ti Alfredi nacionalist, se ndonjëherë thon patriot, jo nacionalist. Për çfarë ndryshim ka fjala patriot nga nacionalist? Këta idiotët e majt i bëjnë këto ndryshime. Patri vjen nga fjala the, frëngjisht, latinisht. Neshëm vjen nga fjala komb. Baza e një kombi sigurisht është etnia më e madhe e një territori politik. Edhe atdheu është territori politik. Pra nuk kanë asnjë ndryshim. Ti je nacionalist, ashtu si patriot, do të thotë një lloj të duash vendin tënd, por në asnjë mënyrë të mos jesh shovinist, të kërkosh t'ju marrësh me dhunë tokat të tjerëve. Dhe shqiptarët kur s'kanë qenë shovinist. Pra nuk ka asnjë ndryshim se dalin këta idiotët e majt, Partisë Socialiste kështu, po dhe këta nga PD-ja. Thonë, ne jemi patriot, nuk jemi nacionalist. Ju kam futur në kokët sa budalla leqe. Nesa mendoj ta mbyllim këtu, mos harroni kush dëshiron të na shkruaj ndonjë koment në rreth të ngushtë, mund t'i drejtohet podcastit tonë Okult me numrin që ja u kemi paraqitur këtu, ndonjë sugjerim për ndonjë temë, ndonjë kërkesë, ndonjëri që kërkon dhe specialist për ndonjë fushë me interes për publikun, mund të vijë dhe ta trajtoj këtu në podcastin e Lirisë Okult. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emision e radhës ditën e hënë.